Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në qytetin e Gjirokastrës ku një 17 vjeçar është vetvarur, i mitur Ivej Peçi është gjetur në banesë nga familjarët e tij, të cilët e kanë dërguar edhe në spital pa shenja jete rreth mesditës së një dite më parë. Ajo çfarë bën edhe më të rëndë këtë ngjarje është fakti që i mituri ishte nxënës i gjimnazit Siri Shaplo në qytetin e Gjirokastrës, i së njëjtës shkollë, ku studionte edhe 17 vjeçarja Irsa Muçollari, e vetvrarë po ashtu 2 muaj më parë. Tashmë prokuroria e Gjirokastrës ka nisur hetimet edhe për vetvrasjen e 17 vjeçarit. Një grup hetimor është ngritur për të përcaktuar shkaqe dhe motive që kanë çuar nxënësit e shkollës Siri Shaplo drejt vetvrasjes, ku nuk përjashtohet as pista e bullizimit. 17 vjeçari është trajtuar edhe nga psikologja e shkollës. Ajo ka zhvilluar disa seanca me të miturin dhe në dëshminë edhe në policinë e Gjirokastrës mësohet se ka rrëfyer detaje nga konsultime që ka mbajtur me nxënësin. Nga ana tjetër, policia dhe prokuroria po marrin dëshmi të gjithë personave që kanë patur kontakt të afërt me të miturin dhe që mund të kenë ndjeni për motivet e kësaj ngjarje të rëndë. Edhe 17 vjeçarja Irsa Muçollari ishte nxënëse e kësaj shkolle dhe u gjetë vetvrarë në banesë në 15 shkurt të 2025-s, rreth 2 muaj më parë. Edhe kjo ngjarje po hetohet pas dyshimeve se e mitura i ka dhënë fundjetës për shkak të bullizimit nga shoqëria. Po për këtë rast janë pyetur të afër me miq të 17 vjeçares, por edhe punonjësit e nxënësit e shkollës. Por organi i akuzës thotë se nuk ka gjetur prova që e mitura mund të jetë vetë fliruar për shkak të bullizimit, por gjithsesi ende vijojnë hetimet në lidhje me këtë ngjarje të rëndë.